Stavro Pilo ka firmosur kontratën e re me AEK-n e Athinës. Bëhet fjalë për një kontratë të vlefshme deri në vitin 2030. Pilo ishte risi për kombëtaren këtë vit. Trajneri Silvinho e ftoi për krahun e majtë të mbrojtjes, pikërisht në fazën play-off të botrorit. I lindur në Rodos, Pilo regjistron 2 paraqitje me fanellën kuqezi. Duke qenë se kishte edhe vetëm një vit të mbetur kontratë, kampionët e Greqisë u siguruan për të ardhmen. AEK e afronte Pilon në verën e vitit 2023. Tashmë besimi tek ai është i plot. Sezon i ri, probleme të vjetra. Kjo është sërish tabloja e sulmuesit të Shqipërisë, Armando Broja. Ndërsa Burnley luajti kundër Notts County për raundin e 1/64 në Kupën e Ligës Angleze, e njohur si Carabao Cup, emri i lojtarit të kombëtares nuk gjendet as gjëkundi, madje as në storin e rezervave. E paqartë nëse ka të bëjë me zgjedhje teknike të trajnerit Hajen apo ka shqetësime fizike për 24 vjeçarin, ndërsa nuk është mbyllur merkatoja e verës, emri i Armando Brojës qarkullon për të lëvizur nga Anglia, i lidhur me kalimin në Serie A. Në një prononcim të shkurtër për mediat, mbrojtësi i kombëtares Mario Mitaj ka folur për qasjen me Greqinë dhe lidhjen e ngushtë që gëzon me Adveun, Shqipërinë. Kam lindur në Athinë, por jam shqiptar. Fakti që kam lindur atje nuk më bën grek. E dua atë vend, për mundësitë që i dha familjes sime. Por e dua edhe më shumë Shqipërinë time. Jam patriot i Adveut tim. Kur shoh flamurin dhe flas shqip, ndjej një ndjenjë krenarie, ishin fjalët e Mitajt. Mbrojtësi 23 vjeçar, vetëm para disa ditësh është bashkuar me Genoa në Serie A. Aty do ku vazhdoi rritjen profesionale, pas aventurës te Al Ittihad. Klubi i Trabzonspor ka bërë një nga goditjet më të bujshme të vitit, duke nënshkruar me Mohamed Salah, të sapolarguar nga Liverpooli. Një lëvizje që u shoqërua edhe me një ndryshim për Ernest Muçin, pasi i dha futbollistit egjiptian fanellën me numrin 10. Futbollisti shqiptar planoi menjëherë që të dorëzonte numrin tek egjiptiani në shenjë respekti për këtë lojtar, duke marrë falenderimet e tifozëve, por edhe presidentit të klubit, i cili e lavdëroi publikisht. Tashmë duket se sulmuesi shqiptar nuk ka vonuar që të gjejë një numër të ri për fanellën e tij në këtë sezon. Mosohet se tani e tutje, Muçi do të mbajë numrin 7 me klubin turk, me të cilin do të zhvillojë nesër ndeshjen e tij të parë me një miqësore kundër Göztepe. Ai kishte shënuar golin e fitores në ndeshjen e fundit miqësore me Trabzonsporin, ku mbante ende numrin 10. E tashmë do të shihet nëse do të debutojë me gol me fanellën e re. Kristian Aslani duket se do ta ketë shumë të vështirë të gjejë një sistemim të ri në këtë sezon, pasi nuk gjen skuadra të gatshme për t'u hapur dyert mes fushorit të kombëtares shqiptare. E fundit që i ka thënë jo një transferimi të mundshëm të tij është skuadra e Al Ittihad në Arabinë Saudite. Aslani i ishte ofruar klubit saudit nga Interi, që kërkonte të transferonte Musa Diabin në radhët e tij. Aslani u mendua disa ditë para se të thoshte po për një hipotezë të tillë, por duket jo edhe aq shpejt sa për të bindur arabët. Mediat italiane kanë bërë të ditur se Al Ittihad nuk e sheh si prioritet Aslanin, ndaj nuk ka pranuar që ta ketë atë pjesë të një pakete të mundshme për të transferuar Diabin tek Interi. Kjo vështirëson lëvizjen e mesfushorit nga Interi, që kërkon me çdo kusht ta shes, pasi Christian Kivu nuk e sheh pjesë të planeve të tij. Taulant Seferi bëhet me skuadër të re. Sulmuesi 29 vjeçari është larguar nga Bodrumspor, duke kaluar te skuadra tjetër turke e Kayserispor, që sezonin e shkuar ra nga Superliga dhe do të luajë në ligën e parë. Shqiptari, sezonin e shkuar ishte një nga lojtarët më në formë të Bodrumspor, teksa sezonin e kaluar shënoi 17 gola në 40 ndeshje, si dhe asistoi në 7 prej tyre. Sulmuesi i kombëtares shqiptare, në të kaluarën përveç Bodrumspor, ka qenë edhe pjesë e Banias, Vorskla Poltava, Tirana, Xamax, Winterthur, Volen, Young Boys dhe Rabotnicki. Marash Kumbulla është siguruar sot kthimin për edicionin e 3 të radhazin në kampionatin spanjoll të futbollit. Pas eksperiencave me Espanyol dhe Mallorca, mbrojtësi i kombëtares shqiptare është prezantuar sot si futbollisti më i ri i Rayo Vallecanos. Marash Kumbulla është një futbollist i ri i Rayo Vallecanos
Ai vjen në huazim nga Roma deri në fundin e sezonit, shkruhej në njoftimin e klubit spanjoll për firuen me mbrojtësin e kombëtares shqiptare. Kjo do të thotë se për kumbullën përsëritet telashi i vjetër, pasi përsëri bëhet fjalë për një huazim dhe jo transferim përfundimtar. Prej 3 vitesh, Roma po mundohet t'i gjejë një sistemim dhe të shes kartonin e tij, por pa sukses, duke u detyruar ta jap vazhdimisht në huazim dhe pa i garantuar qëndrueshmëri vetë futbollistit të kombëtares shqiptare. Berat Gjimshiti po përfundon procedurat për transferimin nga radhët e Atalantës tek Al Diriah në kampionatin e Arabisë Saudite, pasi ka gjetur shpejt akordin me klubin saudit. Gjimshiti ishte në vitin e fundit të kontratës me Atalantën, por kapiteni i kombëtares shqiptare të futbollit ka marrë një ofertë të parefuzueshme nga klubi saudit dhe insistoi për kalimin në kampionatin e lindjes së mesme. Atalanta do të përfitojë 3 milion euro nga shitja e tij, ndërsa janë mësuar edhe kushtet e kontratës që kanë bindur Gjimshitin të transferohet në Arabi. Sipas informacioneve nga sauditët, ai do të hedhë firmën me një kontratë 1+1, nga e cila do të përfitojë 4 milion euro në sezon. Kjo është padyshim një shifër marramendëse në krahasim me përfitimet e tij aktuale në Itali, ndërsa do e bëjë Gjimshitin futbollistin më të paguar të kombëtares shqiptare të futbollit. Albion Dramani duket se po bëhet gati për hapin e madh në karrierë. Sulmuesi i Spartës së Pragës mund të ndryshojë ekip, ndërsa Venetia në Serie A ka shfaqur interes. Kartoni i 25 vjeçarit vlerësohet 8 milion euro. Vetë Sparta ndërkohë pagoi 5 milion euro për ta transferuar nga Rapidi 2 vite më parë. Ramani vendosi rekord transferimit e Ballkani, kur trajner ishte Ilir Daja. Nga largimi i tij në vitin 2023 janë përfituar 1.35 milion euro. 25 vjeçari rezulton të jetë një nga talentet më me emër që Superliga e Kosovës prodhoi në vitet e fundit. Tashmë duket se është gati për eksperiencën e radhës. Arbnor Muxha mund të rikthehet në Belgjik. Sint-Truiden është seriozisht i interesuar për ta bashkuar sërish me grupin. Ka disa ditë që negociatat me Samsun Spor vazhdojnë. Në anën tjetër, firma mund të vijë që këtë fundjavë. 27 vjeçari ishte në huazim te Sint-Truiden në edicionin e kaluar. Shënoi 6 gola në 28 paraqitje dhe eksperienca në Belgjik u konsiderua pozitive. Kujtojmë se te kombëtarja është haruar. Kujtojmë se ka edhe 1 vit kontratë. Për këtë, Samsun Spor nuk duket se do pengoj shitjen e kartonit.